Edhe në dit kanë betur delit tek afati për të thirrur seanca për formimin e qeverisë së re, e pas dështimit të mandatarit të parë nga radha e lëvizjesve vendosje për të formuar qeverinë, presidenti i vendit Vjosa Osmani mandatoi Glaukon Juvcën si të propozuar nga LVV-ja. Osmani në një deklaratë për media tha që shpreson që seanca të thirret sa më parë. Siç e dini, i mandatuari i dytë për kryeministër akoma është brenda afatit kushtetues dhe do të varet nga deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe nga kryesia e Kuvendit se kur ftohet seanca. Siç e dini, seanca duhet të ftohet brenda afatit kushtetues, pra kanë mbetur edhe pak ditë. Shpresoj që kjo të bëhet sa më parë që të jetë e mundur dhe të shohim rezultatin e kësaj seance. Mirë po, unë nuk mund ta paragjykoj. Ndërka që pyetur nga TVN për plagosjen dhe rrëmbimin e qytetarit serb brenda territorit të Kosovës nga Gjandarmeria serbe javë më parë, Osmani e cilësoi një krim nga pala serbe dhe se sipas saj, institucionet janë në koordinim me aleatët ndërkombëtar për zbardhjen e rastit. Sa i përket informatave deri tanishme që i kemi nga institucionet e sigurisë, ju e keni parë edhe deklarimin publik të Policisë së Kosovës, por edhe institucionet e tjera të sigurisë e kanë të njëjtin konkluzion, pra që ka qenë brenda territorit të Kosovës. Mirë po, përtej kësaj, përtej çështjes se ku ka ndodhur, pavarësisht se ku të ketë qenë ndodhur, kjo prapë është krim, është provokim i rëndë dhe është tentim vrasje e institucioneve shtetërore të Serbisë ndaj një qytetari të Republikës Kosovës. E para e shtetit konfirmoi se qytetari serb nga Leposaviqi nuk është lejuar të vizitohet nga ambasadori i Kosovës në Serbi dhe se gjendja e tij shëndetësore është e rëndë. Përfaqësuesi ynë në Beograd, ambasadori Jashari, ka tentuar disa herë që ta vizitojë të plagosurin, mirë po nuk është lejuar. Nga ana e spitalit, informatat që i kemi është që ajo është në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Përveç kësaj, institucionet tona janë në komunikim edhe me familjen e të plagosurit, qytetarit ton, dhe po ashtu me të gjithë dëshmitarët të cilët e kanë parë ngjarjen dhe çfarë ka ndodhur. Drisa presidentja ka alarmuar se nëse s'ka zgjatje buxhetore për 3 muajt e parë të vitit 2026, punëtorët në sektorin publik mund të mbesin pa paga. Sigurohemi që së paku deri në fund të marsit, askush mos mbetet pa paga, njerëzit mos mbesin pa buk mbi tavolinë, mos mbesin pa barna në spitale. Këto janë çështje esenciale për jetën e qytetarëve dhe unë pres reflektim nga partitë politike. Ne gjithçka kemi gati si dokumentacion, krejt çka duhet është vullneti i partive politike. Për këto çështje Osmani tha se ende nuk ka marrë përgjigje nga partitë parlamentare. E para e vendit pati një apel karshi deputetëve të Kuvendit që të vendosin në interes të qytetarëve dhe të shtetit, pasi sipas saj gjatë tërë vitit 2025 nuk kanë bërë asgjë.